Falenderoj PD-n për mbështetjen, të bëhemi bashkë kundër pushtetit që dhunon të ardhmen tonë. Aktori Florian Binaj ka reaguar për të parë pasi ka marrë mbështetjen e Partisë Demokratike për garën për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Binaj falenderon Partinë Demokratike. Shqipëria bëhet me nismën thurje që e ka mbështetur publikisht dhe thotë se është i hapur edhe ndaj mbështetjes nga forcat të tjera opozitare. Ju ftoj të bëjmë bashkë mendjet dhe zemrat kundër pushtetit që po dhunon jetët dhe të ardhmen e fëmijëve tanë, shprehet ai. Ja dhe reagimi plot. Falenderoj për mbështetjen që i dha kandidati tim si kandidati pavarur Partia Demokratike. Shqipëria bëhet dhe nisma thurje. Mbetemi hapur për çdo mbështetje që do të vijë nga forcat opozitare. Dëshiroj mbi të gjitha të falenderoj me mira qytetarë Tiranës të cilët më kanë inkurajuar këto ditë. Kjo garë është për ju. Unë nuk jam politikan, jam qytetar dhe partia ime jeni ju. Deri më sot kam luftuar padrejtësitë dhe të keqen me humorin dhe artin tim. Sot ju ftoj ta luftoj me votë. Të dënojmë ata që na vodhën dhe bën humor me ne. Ju ftoj të bëjmë bashkë mendje dhe zemrat kundër pushtetit që po dhunon jetët dhe të ardhmen e fëmijëve tanë.